Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, beten fitim tar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Nuk na ka mbetur vetë se edhe pak ditë nga dalja e hënës së plotë. Si harit shky që tregon se vetëm se ka ardhur Bajrami. Andaj ti ndalo një moment dhe medito thellë mbi thënien e Ibn Omerit radiallahu anhu ku tha: në qoftë se e ke arritur mbrëmjen, mos e prit mëngjesin. Në qoftë se e ke arritur mëngjesin, mos e prit mbrëmjen. Kjo i përgjason shembullit të asaj se në qoftë se ke arritur këtë Ramazan, mos e prit Ramazanin tjetër. Prandaj kuptoje këtë si një shans. Ne e dim se shanset nuk zgjasin shumë. Andaj, jep edhe pak përpjekje, jep edhe pak mund. Llogaritë se ky është Ramazani i fundit i jetës tënde. E ndoshta pas kësaj radhe nuk do të kesh mundësi më për një Ramazan tjetër. Dije mirë se Allahu subhanahu wa taala për çdo ditë të Ramazanit liron robër nga zjarmi i xhehenemit. Andaj, kërko me këmbgulje të plotë që t'jesh nga të liruarit. Sepse kështu edhe nefsi përgatitet më mirë për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Ndoshta është nata jote e fundit. Ndoshta është Ramazani i fundit. Ndoshta sonte është mundësia që t'jesh nga të liruarit. Andaj, ngrihu me një zemër të thyer, me një fytyrë të lagur nga lotët e pendimit dhe thuaj: o Allah, në qoftë se sot ke liruar robën nga zjarmi i xhehenemit, mos më përjashto mua. Ta përkujtojmë së bashku hadithin e mirënjohur që transmeton Ebu Huraira, për cilin hadith thot Sheikh Albani se është hadith sahih, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: për çdo natë zbret Allahu subhanahu wa taala në qiellin e dunjas, në 1/3 e natës. E në vazhdim thot Allahu subhanahu wa taala: a ka ndokush që pendohet, t'ja pranoj pendimin. A ka ndokush që kërkon falje, që ta fal atë. Tash është mundësia, tash është shansa më e madhe në jetën tënde. Mos i neglizho këtë mundësi. Ngrihu dhe kërko pendim tek Allahu subhanahu wa taala. Gjallëroje natën tënde me dritën e pendimit, që Allahu subhanahu wa taala të ta gjallëroj varrin tënd me dritën e faljes. Wassalamu alaikum.